Të nderuar miq, vëllezër dhe motra, selam aleikum, mirë se jemi sërish në rrëfime profetike. Rrëfimi i radhës flet për momentet e para me njeriu e parë. Njeriu i parë të gjithë e dimë që është Ademi alayhis salam. Çka ndodhi me atë? Si u krijuai? Cilat ishin reagimet e tij të para? Çfarë kuptojmë prej këtyre mesazheve, këtyre reagimeve, të cilat pastaj ishin dhe mësime për gjithë njerëzimin, për të njohur me këtë njerëz dhe për të njohur me mësimet që nxjerrin prej tij. Edhe sot do të jemi në shoqërinë e Hoxhës nderuar me të kalaje. Selam aleikum dhe mirë se vini. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ishte ngjarja e Ademit alayhis salam? Si erdhi ai në tokë, si u bë baba i gjithë njerëzimit? Njeriu i parë, Ademi alayhis salam, jo vetëm i është kushtuar rëndësi në fjalët e profetit alayhis salam, po shumë ajete kuranore flasin për të. Flasin për të duke treguar edhe një nga qëllimet kryesore se pse Zoti e krijoi njeriu dhe cili është misioni i tij. Dhe natyrisht neve muslimanëve me Ademin alayhis salam na lidhin shumë gjëra, po ajo që është më e rëndësishme ndër të gjitha këto gjërat është ai quhet babai i njerëzimit dhe faktikisht ekzistenca e në tokë ka të bëjë pikërisht me Ademin alayhis salam. Ebu Huraira radhiyallahu anhu tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam një herë ju flet shokëve të tij pikërisht për momentet e para të krijimit të Ademit alayhis salam. Në këtë transmetim për cilin ne po flasim, Profeti alayhis salam thot dhe mbasi Zoti e mbaroi krijimin e tij të përsosur, perfekt të Ademit për alayhis salam, i fryu shpirtin. Dhe faktikisht në transmetim thuhet shpirti i tij, po nuk bëhet fjalë për shpirtin e Zotit, po bëhet fjalë për shpirtin e Ademit, po i dedikohet Zotit ose i bashkangjitet si mbiemër Allahut, pra me kuptimin e vlerësimit dhe lartësimit, siç ndodh për shembull shtëpia e Zotit është qapja ose siç ka quajtur Zoti. Simbolikisht, domethënë metaforikisht, dhe jo me kuptimin e drejt për drejt, siç mund ta interpretojë dikush. Dhe tregon profeti alayhis salam, thotë kur shpirti i tij arriti deri në mes u çua me kuptimin si më thoi Zoti, nuk priti derisa të plotësohej deri në fund, edhe çohet Ademi alayhis salam dhe paraqitet përpara të Madhit Zot, përpara Allahut xhel xelaluhu. Zoti i Madh i thot Ademit alayhis salam që të shkojë të përshëndesi me laikët. Shkon Ademi alayhis salam dhe i përshëndet me laikët me assalamu aleikum. Dhe krijesat të cilat ishin para krijimit të Ademit tash. Pa momentet e para. Dhe me laikët i përgjigjen wa aleikum salam wa rahmatullah. Zoti i thot: "O Adem, kjo do të jetë përshëndetja dhe përgjigjja e përshëndetjes për ty dhe për të gjithë pasuesit që do të vinë mbas teje." Komunikimi i parë, si thua, i Ademit alayhis salam ishte me Zotin e gjithësisë. Thot dhe te shtiu Ademi alayhis salam, dhe Zoti i tha yerhamukallah, Allahu të mëshiroft. Pastaj edhe këtu mësohet Ademi për përgjigjen, se si duhet i përgjigjet njerëzve në momentin që personi të shtin dhe si më thot atë shprehjen elhamdulillah deri në fund. Për gjërat interesante në këto momentet e krijimit të parë, normalisht pejgamberi alayhis salam ka dhënë disa detaje në një panoramë shumë e gjerë se çfarë ka ndodhur, domethënë, sepse normalisht do të ndalesh edhe në hadithe të tjera, do të shohësh edhe ajete të tjera të Kuranit. Për shembull këtu në këtë hadith që ne përmendim, nuk përmendet sejdja që i është bërë Ademit, nuk përmendet futja e tij në xhen, pra janë përmend disa detaje, le të themi, prandaj domethënë mos themi këtu është gjithçka. I thot i Madhi Zot Allahu xhel xelaluhu Ademit alayhis salam: "O Adem, do të prezantoj me pasuesit e tu deri në ditën e Kiametit, deri në ditën e gjykimit." Thotë dhe Zoti ja nxori përpara syve të tij të gjithë njerëzimin. Dhe ndër ta Ademi alayhis salam vuri re njërin i cili kishte më shumë nur ose dritë se të tjerët. I tha o Zoti im, po ky kush është? Tha, ky është i biri yt Daudi alayhis salam. I tha o Zot, ky sa do të jetojë? I tha Zoti, ky do të jetojë 40 vjet. Tha o Zot, shumë pak. Ndërkohë që Ademi do të jetonte 1000 vjet. Tha o Zot, jepi 60 nga jeta ime. Dhe normalisht këtu, domethënë hadithi na çon në një ngjarje tjetër që ka të bëjë me këtë ngjarje. Thotë kur i erdhi Ademit alayhis salam vdekja, i vjen meleku i vdekjes. Ne e dim shumë mirë se në traditën e profetëve është që
profetët kanë të drejtë të zgjedhin për të jetuar edhe më në tokë ose për të vazhduar udhëtimin dhe rrugtimin. Nuk vjen vdekja befasisht. Nuk u vjen befasisht. Edhe i vjen meleku i vdekjes dhe Ademi alayhis salam i thot, ke ardhur para kohe. I thot meleku i vdekjes, a nuk ishe ti që adhurove 60 vjet nga ymri jot, pra nga jeta jote, birit tënd Daudit? Tha, si kam dhuruar askujt nga jeta ime. Atëherë u largua meleku i vdekjes dhe normalisht domethënë jetoi edhe atë kohë që kishte jetuar. Tha profeti alayhis salam, nesiya Adem fa nesiyat dhurriyatuhu, e harroi Ademi premtimin dhe njerëzit më vonë e harruan. Faktikisht kuptimi i fjalës harroi këtu është mohoi. Pra e mohoi premtimin, premtimin për dhuratën që kishte bërë dhe njerëzit mohojnë premtimet. Për këtë arsye në një koment tjetër, profeti alayhis salam që i bën kësaj ngjarje thotë, dhe nga këtu dhe nga kjo ngjarje nisi shkrimi dhe dëshmitarët. Pra nga këtu Zoti i obligoi njerëzit që për çdo gjë që thuhet, duhet patjetër të ketë dëshmitarë, patjetër të ketë vërtetojnë atë që është thënë. Domethënë ky është një moment, domethënë i madh i Zotit, siç e thash, domethënë nëpërmjet pejgamberit alayhis salam na tregon disa fragmente nga jeta e njeriu të parë që është shumë interesant, domethënë ngutja e tij për të çuar në këmbë dhe nuk priti që shpirti të shkonte deri në fund. Momenti tjetër interesant është përshëndetja me selam, pra me mirësi, me bekime, me paqe për vete dhe për njerëzit mbar. Rëndësi tjetër shumë e veçantë është domethënë falënderimi i Zotit për çdo detaj, se nuk është çështje thjesht domethënë të shtiu Ademi alayhis salam. Ademi edhe mund të ishte rrëzuar, edhe mund të kishte bërë diçka tjetër, po të shtiu me kuptimin që njeriu do të jetë falëndërues ndaj Allahut, madje edhe për cikërimin më të vogël të jetës tjetër, madje edhe kur të shtin që i ndodh vetvetiu diçka e tillë, thot elhamdulillah, pra gjithmonë e lidh çdo gjë me Zotin. Ky është cilësi dhe nuk ishte thjesht qëllimi për të na mësuar neve se çfarë duhet të themi kur të shtim. Jo, ideja ishte lidhja e çdo gjëje me Zotin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe momenti tjetër është tek çështja e premtimeve. Ndonjëherë njeriu për shkak të një pozicioni të caktuar, për shkak të një dhimbshurie, për shkak të një momenti, domethënë emocional, mund të japi premtime të cilat më vonë nuk mund t'i mbaj ose mund edhe ta dëmtojnë ose mund të jenë në dëm të tij. Atë cila është zgjidhja në tilla raste? Dhe është patjetër që njeriu çdo premtim ta mbaj, apo ka premtime që njeriu edhe mund të rriqet prej tyre, dhe kjo është një temë e cila ka dimensionin e dobësisë që njeriu ka. Dimensionin e dobësisë. Le të marrim tek krimi, hoxha, të ndalemi. Shpesh kemi dëgjuar për shkolla. Edhe fundit fare rëndësia që ka, domethënë që gjërat tashmë duhen shkruar, duhen dëshmuar dhe dokumentuar, pasi fjalët, siç thot populli, i merr dhe era. Pavarësisht se dikur thoshin burrat lidhen për llafi, pra po e tha fjalën mbaroi. Nuk ka nevojë, po faktikisht kanë ndryshuar. Të kundërtën. Është për kohë gjatë kanë qarkulluar teoritë evolucioniste se njeriu ka evoluar dhe nga një gjendje, po themi, e thjeshtë ka filluar dhe të kthehet në një gjendje të përbërë. Një besimtar beson ka ndryshe, nuk mund të jetë dhe besimtar dhe evolucionist. Pra besimi i rrezon këtë teori dhe tregon se Ademi alayhis salam, pra njeriu i parë, krijuar në formën më të përsosur, ashtu siç jemi dhe ne sot. Cili është komenti juaj në lidhje me këtë lloj teorie të kundërta, pra me evolucionizmin? Absolutisht, në Kur'an përmendet, si më thon, e qartë, domethënë e zeza mbi të bardhë, kur flitet për krijimin e Ademit alayhis salam. Zoti e tregon shumë qartë, domethënë se krijimi i tij është prej baltës. Mbasi është krijuar, më pas i është fryrë atij shpirti dhe ka kaluar, si më thën, nga një strukturë balte, njeriu siç është ky që është sot, domethënë, dhe i është fryrë atij shpirti në çdo detaj, domethënë. Dhe domethënë një musliman, një besimtar nuk mund të mohojë atë që e përmend Zoti në Kur'an. Plus, mos flasim pastaj për hadithet e profetit alayhi salatu wasalam, të cilat tregojnë për krijimin e Ademit. Zoti urdhëroi melekun i cili mori baltë dhe domethënë nga toka, nga gjitha llojet e tokrave, si më thon, për këtë arsye dhe njerëzit sot dalin me raca të ndryshme, siç e arsyeton këtë pejgamberi Islam. Për këtë arsye domethënë Islam thuhet domethënë nuk ka dallim njeriu nga njeriu, racizmin Islami e çrënjosi që është përpara 1500 vitesh, domethënë duke lënë atë garimin në përkushtim dhe në devotshmëri dhe duke mohuar çdo lloj arsyetimi për shkak të krijimit të Zotit, sepse ti nuk mund të mbahesh më të lartë ndaj dikujt tjetër që nuk është atributi yt.
më thoj Zoti mund bash lart ndaj dikujt tjetër për shkak të arsimimit, për shkak të profesionit, le të themi për shkak të pozicionit, po për diçka që nuk është e jotja, po ti je krijuar në këtë mënyrë, pra nuk mund të lavdrosh, as nuk mund të mbash me të, as nuk mund të injorosh, as nuk mund të zhvlerësosh të tjerët. Për këtë arsye, domethënë, një besimtar musliman nuk mund ta ketë këtë lloj besimi, pavarësisht se fatkeqësisht ndoshta edhe në mesin e muslimanëve mund të ketë fryma të tilla që nuk ka ndonjë kundërshtim, po edhe evolimin Zoti e ka kontrolluar derisa kemi arritur në këtë fazë, themi jo. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, me lajket janë krijuar prej nurit, prej dritës, pra, xhindët janë krijuar prej flakës, kafshët janë krijuar prej ujit, ndërsa Ademi, tekstualisht hadithi thot, ndërsa Ademi mimma usifa lakum, ashtu siç u ka treguar Zoti në Kur'an. Domethënë nuk ka lënë ndonjë hapësirë për interpretim që më thënë ishte fillim, pastaj evoloi dhe arritën. Edhe shkencërisht çdo ditë më tepër po dëshmohet pikërisht kjo se teoria e evolucionit nga shumë qarqe akademike, domethënë shkencore, botërore, domethënë është hedhur poshtë pavarësisht se dominon pjesa tjetër, domethënë, e cila normalisht ka një origjinë, origjina është qysh nga revolucioni francez, i cili ndikoi në të gjitha sferat e tjera, domethënë për të çuar për t'i dhënë atë përparësinë, le të themi, inteligjencës, thonjza shkencës përballë mësimeve të fesë dhe fesë. Për të zvendësuar fen, për të krijuar tashmë ndoshta edhe një fe tjetër, nëse mund të themi kështu. Absolutisht. Mirë po, domethënë, siç e thash, domethënë shumë akademi të larta shkencore e kanë hedhur poshtë dhe faktet janë të pamohueshme se nuk mund të ekzistojë pasi kanë të disa mangësi të cilat nuk mund të riparohen, siç është për shembull mangësia e gjetjes së fazave lidhëse ndërmjet fazave, ndërmjet klasave, nuk ka gjë që i lidh, domethënë, le të themi një fosil i një blete 50.000 vjeçare, ku e diun sa milion vjeçare, është i njëjti me bletën sot. Fosili i kafshës prej miliona vitesh është i njëjti me kafshën e sotme, domethënë nuk ka faza ndërlidhëse, pra nuk ka një arsyetim se si mund ndodhte një gjë e tillë. Përshtatja e kafshës me kushtet e jetesës nuk do të thotë ndryshim struktural, ndryshim i ADN-s. Përshtatja e kafshës me kushtet e jetesës është në hapësirën e ADN-s. Dhe ato imazhe që janë krijuar për gjysmë njeri, gjysmë majmun, reflektuar që kanë qenë manipulime duke marrë noflën e një majmuni dhe kafshën e njeriu, duke krijuar një gjendje të ndërmjetme, po që diçka thjesht për treguar. Për këtë arsye dhe janë të paarritshme nga njerëzit dhe të paarritshme për të bërë analizat. Ata që kanë arritur të bëjnë analizë çdo detaj të skeletit të asaj kafshës, gjohet majmunit, domethënë që mbahet si faza e ndërmjetme, domethënë edhe si është e mundur që është vetëm një, edhe si është e mundur që është dukur, si është e mundur që nuk ka, si është e mundur që ekziston njeriu, pra i evoluari dhe ekzistojnë majmunat në të gjitha racat e tyre origjina dhe mungon ndërmjetësi. Ky ndërmjetësi ka humbur. Pastaj njeriu thuhet se jeta e tij në tokë është miliona vjeçare, si s'ka evoluar njeriu, domethënë se nuk ka shkuar me tej, jemi akoma njerëz. Të vazhdoj të ndryshojë të evolojë. Kështu janë shumë arsye, domethënë, pavarësisht, unë thash, domethënë, ndonjëherë dhe qarqe fetare, botërore, le të them nga fetë të tjera, kanë shkuar drejt dorëzimit përballë këtij fakti. Domethënë, ne, siç është deklaruar ndonjëherë nga qarqet e feve të tjera, krerët më të lartë, ne e pranojmë evolucionin se Zoti nuk i bën gjërat me shkopin magjik. Kjo në Islam është e papranueshme, sepse Zoti në Islam është koncept, domethënë është ta konceptosh absolut në të gjitha detajet, domethënë në dijen e tij, në pushtetin e tij, në fuqinë e tij, në dëshirën e tij, në vullnetin e tij, në dijen e tij, në gjithçka, siç e thot Zoti në Kur'an, në një shprehje shumë shkurtër, inna amruhu idha arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun. Zoti nëse do që diçka të bëhet, mjafton të thotë bëhet, nuk ka nevojë që ta kthejë në proces që ajo derisa Zoti ta kthejë në proces që të bëhet diçka. Po, ka gjëra që Zoti i lën në proces, dhe ka gjëra që Zoti i ka zhvilluar më njëherë, siç ndodh me rastin e njeriu që Zoti ka krijuar ashtu siç na është treguar në Kur'an, domethënë. Ndërkohë ne dimë që Ademi alayhis salam u krijua në xhenet dhe sa mirë do ishte që të gjithë ishim në xhenet. Dhe ndoshta dikush kur e kujton Ademin alayhis salam kujton si një fajtor që pse ne sot jemi këtu dhe nuk jemi atje ku garojmë të gjithë dhe ndrojmë të gjithë dhe lutemi të gjithë për të qenë. Pra si është kjo historia që Ademi alayhis salam u kthye në tokë dhe përpasoi gjithë njerëzimi pastaj
vazhdoj. Kjo është e bukur faktikisht edhe më është bërë disa kjo pyetje, madje edhe kur isha në Francë ma bën këtë pyetje. Faktikisht po t'ishte Ademi në xhenet, do t'ishte vetëm Ademi dhe Havaja. Nuk do të kishte më të tjerë. Do të ishin vetëm 2 veta. Kështu që zbritja e tij në tokë dhe jetesa e në tokë do të thotë që nuk do të jetë më vetëm Ademi dhe Havaja në xhenet. Pra kjo që ka mirësi, nuk që nga se gjithë thonë sikur mos ta kishte bërë gabim. Po mos ta kishte bërë, ne nuk do të ishim duke mbajtur emision sot. Njerëzit nuk do ta bëshin këtë diskutim. Kjo është e para. E dyta, pse gaboi Ademi alayhis salam. Ne domethënë nuk mund të përgjigjemi, nuk mund të japim një përgjigje pse kur ka të bëjë me Zotin, sepse Zoti e din më së miri dhe mbaroi historia. Mirpo Zoti neve na ka treguar dhe urtësi, që do të thotë ne mund të zbulojmë urtësitë e Zotit se pse Ademi alayhis salam e bëri gabimin. Zoti i Madh e ka krijuar tokën për njeriu, për ta jetuar atë njerëzit, siç e thot Zoti në Kur'an. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Zoti ju shpalli me lajkëve, unë do të vendos në tokë një khalif, një udhëheqës, një mëkëmbës. Pastaj me lajket i thanë, o Zot, po si do të krijosh në tokë njëri i cili do të bëj keq, do të derdhë gjake, do të ketë probleme në tokë me krijimin e njeriu. Zoti tha, unë di atë që nuk e dini. Pra Zoti tregoi se toka do të kishte një drejtues, një udhëheqës, një menaxhues. Ky do të ishte njeriu. Zoti po na tregon se tokën e krijoi për këtë punë. Dhe kjo tokë do të ishte në funksion të njeriu. Mirpo njeriu e parë Zoti e çoi në xhenet. Shumë mirë. Pyetje me vend deri diku që thotë, po pse se krijoi njeriu e parë në tokë, edhe aty të vazhdonte jeta dhe përballjet me jetën dhe sfidat e jetës. Po, kjo është pyetje deri diku e saktë dhe e pranueshme. Përgjigja, nuk mund ta krijonte stakfirullah, domethënë nuk do të ishte fort e urtë dhe nuk do të ishte domethënë shumë e goditur se po donte Zoti e bënte, po urtësia i jep një mesazh tjetër. Nuk mund të krijohej njeriu i pa mëkat, i pa fajshëm në një botë e cila ishte plot në mangësi me plot mundime, le të themi, asgjë tjetër, plot mundime. Për pyetje shumë të thjeshtë, pse duhet vunte një njeri i pa fajshëm tokë? Pra Zoti po të jep një mesazh se ai nuk është i padrejtë. Zoti po të thotë, unë po të ishte për mua, gjithë do të ishin në xhenet. Por mbas veprës dhe punës dhe përkushtimit dhe xheneti normalisht ka shkallët sipas lodhjes dhe mundjet dhe përkushtimit që ka njeriu në kësaj bote. Pra njeriu e pafajshëm, të pastër e futi në xhenet. Njeriu bëri faj në xhenet, atëherë Zoti e fali për fajin që bëri. Zoti e fali për fajin që bëri dhe e zbriti në tokë për të vuajtur dënimin. Pra e fali, pra atë që bëri është i falur. Mirë po, do të vuajsh dënimin. Është si me thënë, kur ti bën një dëm pa dashje, ti je i pa mëkat, ama dëmin duhet ta kompensosh. Edhe Ademi alayhis salam zbriti në tokë si pasojë e fajit që bëri. Pra Zoti e fali, tregoi Zoti në Kur'an. Qala rabbana dhalimna anfusana, o Zoti na fal, ne bëjmë një mëkat, pos na fale, ne do të jemi për të humburve për shkak. Dyshë nga shejtani që doli nga mëshira. Dhe Zoti i fali. Pa nuk e nxori nga mëshira. Nuk e nxori, e fali. Mirë po i tha duhet vuash dënimin dhe ai po vuan dënimin. Do thuash po ky dënim edhe ne, po më mirë të jemi pjesë e dënimit dhe në fund fare është problemi dhe do të jemi bashkë me babain ton Ademin alayhis salam në xhenet, sesa pa qenë fare. Kjo mund të jetë një përgjigje e shkurtër, domethënë, por se mbetet ajo e para që unë thash, domethënë që Zoti e din dhe ju nuk e dini. Pra Zoti urtësitë e gjërave në detaje i din i madhi Zot, pavarësisht se ne mundohemi të zbulojmë diçka nga mirësitë apo urtësitë e Zotit në krijimin e tij, në ligjet e tij, edhe në këto ngjarje që na janë treguar nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe dim hoç se gjatë momentit kur u krijua Ademi alayhis salam, urdhëruan me lajket që t'i bënin sejdë. Pra me lajket edhe pse janë po themi të plota dhe të pamangëta, Zoti nderoi njeriu duke i urdhëruar këto krijesa që t'i bëjnë sejdë Ademit alayhis salam, që simbolizon gjithë njerëzimin. Pra kemi këtu një nderim dhe një vlerësim të posaçëm për njeriu. Domethënë, nëse duam të kuptojmë vlerën që ka njeriu tek Zoti i gjithësisë, duhet të kujtojmë pikërisht këtë histori, historinë e rënies në sejdë të melajkeve, botës melajkeve për njeriu e parë Ademin alayhis salam. Kjo tregon sa pozitë madhe ka njeriu tek Zoti i gjithësisë. Për këtë arsye, domethënë, ne këtu marrim një mesazh indirekt. Mesazhi indirekt kush është vlerësimi i njeriu. Pavarësisht çfarë beson, pavarësisht se ku jeton, pavarësisht se çfarë race është, njeriu duhet vlerësuar se Zoti aq shumë e vlerësoi njeriu saqë i urdhëroi me lajket të bien sejdë.
Për këtë arsye, domethënë, njeriu në natyrën e tij është i lirë në zgjedhjet që bën. Mirë, po ne jemi të obliguar që njeriu ta vlerësojmë, që njeriu ta respektojmë, pavarësisht normalisht që detyrimet më të mëdha dhe obligimet më të mëdha i kemi ndaj rrethit tonë më të ngushtë, sepse kështu funksionon çdo gjë. Mirë, po kjo nuk do të thotë që të tjerët duhet injorohen apo të tjerët duhet të anashkalohen dhe sa herë na jepet një mundësi për të bërë një të mirë, për të shërbyer dikujt le ta bëjmë, se nuk duhet të jetë besimi i dikujt një arsye që ne të largohemi apo të aneksohemi apo mos t'i ofrojmë shërbim. Përderisa është njeri ka një dinjitet me cilën duhet nderuar të Zoti i madh ka vlerësuar kaq shumë njeriu. Pastaj unë gjithmonë e them, nëse Zoti këtyre njerëzve që kanë besime të tjera, fe të tjera, Zoti i ka lënë të jetojnë. Zoti i ushqen, Zoti i furnizon. Atëherë jep mundësinë pastaj që edhe të ndohen. Ti kush je domosdoshmë ti je më xheloz se Zoti, ti do të jesh më si më thënë më i dashur se për fen dhe për besimin sa Zoti. Zoti po donte, siç ata në Kur'an, po të donte Zoti, ju do të kishte bërë gjithë besimtar. Po Zoti i la të lirë, atëherë lej njeriu të lirë në zgjedhjen e tij, ndërkohë që ti ofroj shërbimin. Dhe në ofrimin e shërbimit ti mund t'i ofrosh edhe besimin. Edhe kjo është gjë shumë e mirë, sepse edhe i shërben për dynjan, edhe i ofron një të mirë në këtë botë, po dhe i ofron një mundësi për të shpëtuar. Atë që është më e shtrenjta për ty. Absolutisht, në botën tjetër, për atë që shpëtoi e mos dënohet në botën tjetër. Pra ky është një moment shumë i rëndësishëm që ne të kuptojmë sa e rëndësishme është një gjë tjetër që është shumë interesante është se njeriu mundet në adhurimin e tij, në përkushtimin e tij të garojë me lajket. Ky është mesazh tjetër i rëndësishëm. Pra mund të shkoj mbi me lajket, absolutisht. Të kaloj atë. Sepse ne do të gjejmë në xhenet njerëz që shpërblehen dhe me lajke që vazhdojnë adhurimin, siç e kanë pas në këtë botë. Që do thotë njeriu, domethënë është shumë i vlerësuar tek Zoti. Ktu kemi edhe një gjë shumë të rëndësishme faktikisht që tregohet historia e iblisit, e shejtanit, i cili me adhurimin e tij, për këtë arsye thash, njeriu me adhurimin e tij mund të arrijë me lajket ose më shumë se sa me lajket. Iblisi pse ndodhej në mesin e engjëjve në ato momente? Djalli, shejtani, dreqi. Pse ndodhej në mesin e engjëjve? Kur i tha Zoti engjëjve binin sejdë Ademit, njëri kundërshtoi. Ky ishte Iblisi, pra shejtani i mallkuar ose dreqi siç thuhet në gjuhën popullore. Ç'bënte Iblisi aty lindpytja? Ai me adhurimin e tij dhe përkushtimin e tij ishte ngjitur aq lart saqë ishte futur në botën me lajkeve. Ky është një mesazh shumë i rëndësishëm që domethënë feja dhe besimi i njeriu mund ta ngrejë shumë lart. Mirë po, në momentin që njeriu kundërshton dhe mohon, e gjithë kjo mund të shkojë bosh. Për këtë arsye prezenca e Iblisit aty, pra e dreqit, ka shumë mesazhe brenda. Mesazhi i parë që njeriu me adhurim mund të gjitet shumë, po njeriu me mohim, me kundërshtim dhe me arrogancë mund të humbi gjithçka. Për këtë arsye, nëse bëjmë adhurimin, nëse i përkushtohemi Zotit, mundohemi ta ruajmë, sepse me një arrogancë, me një mospërfillje mund të humbim gjithçka siç ndodhi me rastin e Iblisit. Gjëja tjetër që është shumë e rëndësishme është se Iblisi humbi gjithçka përse? Për shkak të mendjemadhësisë, për shkak të zilisë. Prandaj edhe ne duhet të jemi shumë kujdesshëm, se në momente të caktuara, për shkak të mendjemadhësisë, për shkak të zilisë mund të mohojmë një të vërtetë. Dhe kjo e vërtet mund të ketë bëjë me fen dhe me besimin, dhe kjo automatikisht mund ta nxjerrë për fen. Prandaj edhe njeriu, domethënë në Islam vazhdimisht këshillohet njeriu të jetë larg mendjemadhësisë dhe të jetë larg zilisë. Siç thot profeti sallallahu alajhi wasallam, njeriu që ka në zemrën e tij një grimës të vogël mendjemadhësi, domethënë po pse grimës të vogël? Sepse ajo mendjemadhësia në një moment mund të zhvillohet edhe mund të marrë pushtet ose mund të bëhet shkak për refuzimin e të vërtetës ose mund të bëhet shkak për injorimin e njerëzve siç jep për kufizimin profeti alayhi salatu wasalam. Po bëjmë pauzë shkurtër dhe rikthehemi përsëri në pjesën e dytë, ndërsa miq shihemi pas pak. Rikthehemi në studio miq, në këtë pjesë të dytë do të fokusohemi tek një moment tjetër i Ademit alayhis salam, tek momenti i përshëndetjes me selam. Ne shpesh e përshëndesim njëri tjetrin me selam, mirë po hoc nuk e dim se kjo shprehje që nga kaq e vjetër, për mos thënë që ndoshta është shprehja e parë e Ademit alayhis salam. Pra çfarë përfitojmë për kësaj shprehje? Me thënë drejtën kjo shprehje, nëse mund ta quajmë shprehja më e lashtë që ekziston, kjo është shprehja më e lashtë që ekziston, ose duaja më e lashtë që ekziston, atë është trashëguar profet mbas profetit. Pra të gjithë profetët e Zotit përshëndetjen e tyre kanë pas me paqe, kanë pas me selam, kanë pas me lutjen për mirësi dhe për bekim për tjetrin. Sikur më thënë, ti kur e takon një njeri, i jep mesazhin e parë. Mesazhi i parë është domethënë
të dua, mesazhi I parë është unë lutem për ty, unë I lutem Zotit të bekoj, unë I lutem Zotit ta bëj jetën mbar, se kur themi paqe jo thjesht jam I paqëm, jo thjesht nuk jam I rrezikshëm. Jo thjesht nuk qëllimi është shumë më shumë. Qëllimi është I kuptimit të qenit I paqt, I pastër, I përkryer, I përsosur, I dhimbshur, I dashur me tjetrin. Pa janë shumë mesazhe që jepen me fjalën selam, sepse në vetvete fjala selam nënkupton në radhë parë një emër për emrave të Zotit, që është, si më thënë, I përkryeri, I përsosuri, ai që përsos çdo gjë dhe e bën çdo gjë në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të përkryer, më të përsosur. Nënkupton, domethënë, atë mesazhin e mirësisë dhe dashurisë të mirës për tjetrin. Për këtë arsye, domethënë, dhe mirë është që njerëzit vazhdimisht përshëndeten me selam tek ato rrethe shoqërore ku kuptohet dhe ku nuk keq interpretohet dhe ndoshta edhe nuk keq menaxhohet situata. Për këtë arsye, për shembull, selam ti nuk mund t'i japësh në një shoqëri apo në një rreth shoqëror ku nuk kuptohet çfarë kuptimi ka, ose mund të keq kuptohet. Bëhet fjalë brenda besimtarëve. Dhe është lënë kështu selami në gjuhën arabe në mënyrë që të jetë unifikues për të gjithë besimtarët kudo që jetojnë. Si një gjuhë universale që besimtarët. Si një gjuhë universale për besimtarët, domethënë kudo që takohen, kudo që rrinë, mund ta fillojnë pra takimin e tyre me selam, dhe unë kuptoj që kam bë me njëri I cili është I të njëjtit besim, pavarësisht se asnjë fjalë tjetër nuk di si të merren vesh me të, për shkak se një përshëndetje e di që kam bë me një musliman, orientohemi për namazin, orientohemi për agjërimin, qoftë edhe me shenja, po të paktën kemi të njëjtat ndajmë, si më thënë, të njëjtin besim. Për këtë arsye edhe në Islam I është kushtuar shumë rëndësi selamit, për këtë arsye edhe selami I muslimanëve, domethënë, është simbolistik e cila I karakterizon muslimanët, dhe që profeti alayhis salam na ka porositur shumë që të jemi ndër ata që japin selam pa bërë dallim. Madje ka thënë prej shenjave të kiametit, pra prej shenjave që tregojnë afërsinë e kiametit është se njerëzit do të japin selam me njohje. Pra atë që nuk e njeh nuk I jep selam, atë që nuk është grupi I tij ose si më thën tarikati I tij etj nuk I jep selam. Ka një gjuhë universale do kthehet pastaj në përshëndetje grupit. Shumë kufizuar, domethënë, ose në fanatizëm tek grupet të caktuara dhe tek njerëz të caktuar. Po kështu pejgamberi ka thënë, domethënë, se kthimi I selamit dhe dhënia e selamit është vajxhib. Pra një musliman kur e sheh një musliman duhet të japë selam. Pavarësisht ndoshta nuk ka muhabet me të, ndoshta mund të ketë edhe konflikt me të, po selami nuk duhet të ndërprerë, sepse selami me shpresën e Zotit, pra dhënia e selamit do të bëhet sebeb, do të bëhet shkak që të zbuten gjërat, të rregullohen gjërat, edhe gjërat e tjera me shpresën e Zotit. Për këtë arsye dhënia e selamit e plot ka 30 sevape, siç është përmendur në një hadith nga pejgamberi alayhis salam. Ndërkohë edhe duaja, lutja kur të shtin personi që nga po kaq e vjetër dhe paska po kaq shumë vlerë si shumë interesante, domethënë, përveç domethënë faktit që profeti alayhis salam, siç e përmendëm në fillim të emisionit, don të na tregojë domethënë një nga rregullat e rastit të urimit ose uratës për dikë I cili të shtin, I cili duhet në radhë para ai ta falenderojë Zotin, dhe e dyta ai që dëgjon lutet dhe uron për të, dhe pastaj ky sërish atij I përgjigjet dhe shumë interesante. Pra I pari thot elhamdulillah, falënderim I takojnë Allahut. Ai që dëgjon I thot yerhamukumullah, Allahu të mëshiroft. Ndërsa ky I përgjigjet I thot yehdikumullahu wa yuslihu balakum, Allahu të udhëzoft ose Allahu ju udhëzoft dhe ju rregulloft dhe ju përmirësoft hallet, jetën dhe gjithçka që ka të bëjë me jetën tuaj. Pra është si një mirë që kthehet me të mirë dhe një komunikim mes duave dhe lutjeve. Është e para që njeriu për çdo gjë duhet të kthehet tek Zoti, edhe kur të shtin duhet kuptoj se është një mirësi e Zotit. Thuhet, domethënë kam lexuar diku, e kam gjetur diku në internet se kur njeriu të shtin çdo gjë në trupin e tij, në atë moment domethënë pezullohet, qëndron pezull. Dhe në momentin që mbaron të shtimin, rikthehet edhe një herë në thojza jeta. Për këtë arsye edhe njeriu thot elhamdulillah. Dhe ai që dëgjon thot irhamukallah, Allahu të mëshiroft, pra ti e falenderove Zotin për këtë mirësi që në thojza u riktheve sërish në jetë, atëherë Zoti të mëshiroft, e Zoti ta bëft mbarë mirë, dhe ky I përgjigjet Zoti ju udhëzoft dhe Zoti ja bëft jetën mbarë mirë. Pra, si më thën, një arsye më shumë për të qenë më pranë njëri tjetrit, një arsye më shumë për të lutur për njëri tjetrin, sikur po na thot profeti alayhis salam, lutuni për njëri tjetrin. Si ky rast që luteni për njëri tjetrin, po vazhdoni të luteni gjithmonë
për njëri tjetrin. Është dhe si moment fundit, nëse mund të shkëpusim në një urtësi prej, po themi rastit kur Ademi alayhis i erdhi shpirti, po akoma po erdhi plotësisht, ai u çua, pra. A tregon që natyrë ngutje që ka pas Ademi alayhis dhe me këtë rast gjithë njerëzimi? Faktikisht nuk është vetëm rasti i Ademit, po njeriu në natyrën e tij është i ngutshëm. Për këtë arsye në Islam vetë përmbajtja ose siç i themi ne sabri është adhurim. Sepse njeriu kur bën sabër, pra kur duron, po bie ndesh me natyrën e tij. Sepse natyrën e tij është ngutja. Wa khuliqal insanu min ajal. Njeriu në natyrën e tij, thot Zoti, është i ngutshëm. Pra vetë natyra e njeriu është e tillë, emocionale, i ngutshëm, don që ta bëj sa më shpejt. Islami thotë jo, njeriu duhet të jetë i qetë, duhet të jetë i vetëpërmbajtur. E duke qenë se Islami thotë njeriu duhet të jetë i qetë dhe i vetëpërmbajtur, do të thotë se bëhet në thojza le të themi një lloj sforcimi i brendshëm. E Zoti për këtë lloj sforcimi të brendshëm dhe për këtë lloj vetëpërmbajtje në ndesh me natyrën tënde, Zoti e shpërblen njeriu. Domethënë për këtë arsye thotë për sabrin, se shpërblimin e ka pa hesab, pra nga i hisab pa llogari, sepse me të vërtetë nuk është e lehtë që njeriu të jetë i dërueshëm. Kështu që ne atë ngutjen e kemi edhe në natyrë, po ky nuk është justifikim faktikisht. Sepse ai që na tregoi se kjo është në natyrën tonë, na ka thënë që ju duhet të jeni të vetëpërmbajtur. Por Zoti shpëlbej për gjithë dobi dhe mësime që nxorr nga kjo histori, Zoti shpëlbej. Pra që këto ishin minutat e emisionit sotëm, folëm për historinë e njeriut të parë, momentet e të para, që nga momentet që ai është krijuar, që momentet që ai është nderuar, që nga momentet që ai ka komunikuar, ne mësojmë shumë. Mësojmë vlerën që kemi tek Zoti, mësojmë gradat që kemi tek ai dhe mësojmë mundësinë për të rikthyer tek xhenetet e tij. Zoti ju shpëlbej dhe miru takofshim.